Kjo motra ka një shqetësim që është vërtet. Iran thot burri përdor drogë, la hawla wala quwata illa billah. Dhe shumë po më akuzon për moral, edhe pse nuk punoj, as s'dal kërkun. La hawla wala quwata illa billah. Allahu të nimoftoj motër. Allahu ta letoft. Allahu ta letoft. Subhanallah. Njeri u mbetet edhe nuk din çka me u përgjigj, veç me thonë Zoti koft me ty e Zotit nimoft. Allahu shpërbleft për krejt këtë sabër dhe këtë sprovë me kalu sa ma letë. E mas pari për që mesazh gjitha aty në motrave të cilat i kanë punë të mirë me bashkërtët e tyre, kanë jetë normale, aman, mos u qani pesh, falenderoni Allahun për mirësit, edhe nëse keni nej problem të dorës dytë, mos e bani të madhe. Shiko kjo motra sa vështirë ka. Dy sene para përdor drogë, edhe e dyta leqe përdor drogën, po edhe akuzon për moral. Motër, Zotit nimoft, Allahu ta letoft. Një sen për ta thamë hoxha, mos i këput lidhjet me Allahun xhaleshanuhu, asësi mos i këput. Sa të mundesh me ibadete, me namaz, qëndro afër Zotit me duat e tua, me bindje, me adhurime. Nga ona tjetër, as nuk tham jeta, as mos jeta me ta, por shure mos e shkatro vetën për kërkan. Mos e shkatro vetën, nëse ishe limitet tua që janë ndërmerë në hap, i cili ta shpëton ty jetën, ta shpëton ty vetë vetën. Gjithmonë konsultim me prindrit, me familjen, me rrethin tanë, me vllazën e babën, nën, kanë e ke. Ndoshta nuk ka përmirësim kjo gjendje, ndoshta mund me shku edhe ma keq, nëse i shesh isharetet që mund mu përmirësu, Allahu ta letoft ty edhe e përmirësov të bashkëshortin. Nuk jam për me elon në laç atër kur ka nevojë mas shumë ti, aj për ty, por edhe jo me shkatru vetën për çka kërkuj. Edhe të budallakive të askuj mëse shkatru vetën. Pra, nuk për të thëmë bane këta ose ata, por shikoje vetën mëse shkatru për kërkan. Allahu ta letoft. O Zot, largoj këtë sprovë. O Zot, përmirësoje gjendjen e saj dhe gjithë aty në motrave që janë në kësi situata ose të ngjashme me ta. Amin.